Përshëndetje, jemi të takuar në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokanstra, kundër të tjera, sot do të ndiqni. Ministri Mjedisi Sofjan Jaupaj prezantoi marrëveshjen Vjosa e Gjelbër, nënshkruar me Gjermaninë, që sjell një grant prej 3 milion eurosh për mbrojtjen e lumit Vjosa dhe zhvillimin e qëndrueshëm të zonës së tij. Projekti synon menaxhim modern të burimeve natyrore dhe mbështet komunitetet lokale. Në Gjirokansër të rinj po shfaqin gjithnjë më shumë interes për ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore jo materiale, duke u angazhuar në aktivitete që lidhen me folklorin, artizanatin dhe traditat autentike të zonës. Përmes nismave kulturore dhe punëtorive praktike, ata po mësojnë dhe përcjellin teknika të vjetra artizanale, duke e kthyer traditën në pjesë të jetës moderne dhe në promovimin e vlerave të qytetit historik. Në serat e Karahaxhit, prodhimi domateve kryhet përmes pjalmimit me blet, një praktikë unike në Shqipëri. Këtë sezon janë mbjellë rreth 5 hektar, duke punësuar rreth 40 banorë të zonës. Ndërkohë që fermerët vazhdojnë të kërkojnë një qendër grumbullimi, ndërsa një pjesë e prodhimit tashmë shkon për eksport. Java e 31 e kampionatit e vendos luftëtarin përballë Burelit. Takim që do të zhvillohet në stadiumin Gjirokanstra ditën e diel. Pas rikthimit e fitoria një javë më parë, bluzinë synojnë 3 pikët e radhës. Përderisa matematika na lejon, ne do të luftojmë u shpreh trajneri Nerita Novi. Ju njohim tani më gjerësisht. Ministri i Mjedisit Sofjan Jaupaj prezantoi marrëveshjen Vjosa e Gjelbër, nënshkruar me Gjermaninë, që sjell një grant prej 3 milion eurosh për mbrojtjen e lumit të Vjosa dhe zhvillimin e qëndrueshëm të zonës së tij. Projekti synon menaxhim modern të burimeve natyrore dhe mbështet komunitetet lokale. Ministri i Mjedisit Sofjan Jaupaj prezantoi marrëveshjen Vjosa e Gjelbër, zhvillim rajonal i Gjelbër dhe gjithëpërfshirës, duke e cilësuar si një model të ri zhvillimi për Shqipërinë. Kjo nismë synon të balancojë mbrojtjen e natyrës me zhvillim ekonomik, veçanërisht në zonën e parkut kombëtar të Vjosës dhe pellkun ujëmbledhës të lumit Vjosa. Qeveria shqiptare ka dëshmuar qartë vizionin për ruajtjen e trashëgimisë natyrore, me shpalljen e Vjosës park kombëtar në mars të 2023-shit, 480 kilometra lum, ne krijuam parkun e park kombëtar të një lumi të egër në Evropë. Sot, pas 3 vitesh, Vjosa ka statusin pasuri UNESCO, ka një plan menaxhimi deri në vitin 2033, ka të ngritur një administrat të dedikuar për të, është krijuar qendra multifunksionale nëpërmet dhe ndërkohë janë duke përfunduar 2 qendrat e tjera në Tepelen edhe në Vjosën e Poshtme. Kemi avancuar me Bankën Botërore për trajtimin e ujrave të ndotur dhe duhet të thënë që Vjosa është një pasuri unike dhe një simbol i turizmit të qëndrueshëm, ku vetëm vjet kemi pasur 200.000 vizitorë, të cilët kanë zhvilluar ekoturizmin në këtë park kombëtar. Marrëveshja e nënshkruar më 3 shkurt të 2026 mes qeverisë shqiptare dhe gjermane parashikon një grant prej 3 milion eurosh. Qëllimi është të sjellë ekspertizë dhe modele moderne për menaxhimin e burimeve natyrore, duke ndikuar drejt për drejt në zhvillimin e qëndrueshëm të zonës, ku jetojnë rreth 70.000 banorë. Projekti Green Vjosa që paraqesim nëpërmjet kësaj marrëveshje financimi me Gjermaninë e kthen këtë pasuri në një motor zhvillimi për komunitetin. Së pari do të kemi një forcim të institucioneve dhe një menaxhim efikas. Së dyti do të kemi mbrojtjen e biodiversitetit dhe ndërgjegjësimin mjedisor. Gjithashtu do të zhvillohet ekonomia lokale dhe punësimi në turizëm në të gjithë pellgun ujëmbledhës të Vjosës dhe do të kemi një forcim të identitetit kulturor duke bashkuar pasurinë natyrore të lumit Vjosa me gjithë trashëgiminë natyrore që ka qarku i Gjirokastrës dhe qarku i Fierit dhe qarku i Vlorës. Projekti në të vërtet kontribon në objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm dhe është në përputhje me kapitullin 27 për mjedisin dhe ndryshimet klimatike. Kjo marrëveshje nuk ka asnjë barrë financiare për buxhetin shqiptar, përkundrazi ne sjellim një investim dhe mundësi financimi të mëtejshëm. Në datën 27 prill, unë do të kem kënaqësinë që të pres në vizitë në Vjos ministrin federal gjerman të mjedisit për të lançuar projektin, çka tregon edhe një bashkëpunim të jashtëzakonshëm midis Shqipërisë dhe Gjermanisë në fushën e mjedisit. Me 27 prill pritet vizita e ministrit federal gjerman të mjedisit në lumin Vjosa, ku do të bëhet edhe lançimi zyrtar i projektit, duke forcuar bashkëpunimin mes dy vendeve në fushën e mjedisit.
Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Vis Sala mori pjesë në konferencën ndërkombëtare farmaceutike ku theksoi se forcimi i sektorit farmaceutik është prioritet me synim garantimin e barnave cilësore dhe të sigurta për qytetarët. Sala vuri në dukje reformat për modernizimin, digitalizimin dhe përmirësim të aksesit në barna inovative, duke nënvizuar se në qendër të çdo vendimarrjeje mbetet pacienti. Sektori farmaceutik është nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Vis Sala mori pjesë sot në konferencën mbarkombëtare farmaceutike, që këtë vit përkon edhe me 20 vjetorin e krijimit të urdhit të farmacistëve të Shqipërisë. Ministria Sala nënvizoi se janë ndërmarrë hapa konkret në drejtim të reformimit dhe modernizimit të sistemit farmaceutik, me synimin për të kaluar drejt një modeli më transparent, më efikas dhe më të digitalizuar. Sektori farmaceutik është një nga shtyllat kryesore të sistemit shëndetësor. Për këtë arsye, forcimi i tij mbetet një prioritet kombëtar me një objektiv të qartë, garantimin e aksesit të qëndrueshëm të qytetarëve në barna cilësore, të sigurta dhe efektive. Kemi ndërmarrë hapa konkret në drejtim të reformimit dhe modernizimit të sistemit farmaceutik, me synimin për të kaluar drejt një modeli më transparent, më efikas dhe më të digitalizuar. Në këtë drejtim, dialogu i hapur me industrinë farmaceutike, profesionistët e fushës dhe të gjithë përfaqësuesit e sistemit mbetet thelbësor për ndërtimin e politikave efektive dhe afatgjata. Kemi patur ndryshime konkrete, të prekshme në këtë drejtim. Është miratuar vendimi i ri i Këshillit të Ministrave për çmimin e barnave. Synimi është i qartë për të patur një metodik më realiste dhe më të përshtatur me dinamikat e tregut të drejtimit. Ministria Sala e cilësoi këtë konferencë si një mundësi të mirë për të shkëmbyer mendime, për të ndarë përvoja dhe për të ndërtuar bashkëpunime konkrete për të ardhmen e sektorit farmaceutik në vendin tonë dhe më gjerë. Është i qartë. Radio Televizioni Shqiptar rikthen festivalin e Pranverës, një prej eventeve më të rëndësishme artistike, i cili rikthehet në skenë pas më shumë se 20 vitesh. Organizatorët theksojnë se festivali vjen me risi duke synuar rritjen e cilësisë artistike dhe mbështetjen e krijuesve, duke u konsideruar nëpër masa të ngjashme me festivalin e dhjetorit. Radio Televizioni Shqiptar ka nisur tashmë përgatitjet për organizimin e festivalit të Pranverës, i cili rikthehet pas më shumë se 2 dekadash. Faza aplikimeve nuk është mbyllur ende, ndërsa ftohen të gjithë artistët të rinj e të afirmuar të bëjnë pjesë e një prej eventeve më të rëndësishme artistike, i cili për nga angazhimi dhe për masat është njëjtë si kundër festivali dhjetorit. Këngët janë të pritura deri me datën 18, që do thotë mbas 2 vite përfshirë datën 18 brenda. Është i hapur për gjithë artistët, si ata të ri si ato të afirmuar. Mbas datës 18, Radio Televizioni do mbledh një komision i cili do të seleksionojë ato këngë me të cilat ai grup artistësh i do seleksionojë, do mendoj të bëhet festivali. Dhe pastaj në javën e 2 të maj do fillojnë provat me bendin, pastaj me orkestrën e madhe të Radio Televizionit. Formati, si thosh, do të jetë afërsisht i njëjtë me festivalin. Formacioni orkestral do jetë pak më i reduktuar, por gjithçka do të jetë si festivali i këngës që zhvillohet në dhjetor. Ky festival rikthehet me risi, duke premtuar jo vetëm të rrisë shikueshmërinë e publikut për prodhime cilësore artistike, por edhe të jetë një mbështetje për çdo artist. Ajo që kemi menduar të bëjmë është i krahas këngëve konkurruese, të rinterpretohen një numër ndoshta 10-12 këngë ndër të zgjedhura në gjithë vitet e koncertet e Pranverës dhe këngë testinës që janë për vite. Sjellëm dhe një pjesë të artistëve që i kanë këtuar në versionin fillestar. Mendojmë që do jetë diçka e bukur dhe interesante. Krahas festivalit të Pranverës që do të ngresë sipari në datat 6 dhe 7 qershor në skenën e Teatrit Operas dhe Baletit, vëmendja e Radio Televizionit Shqiptar është edhe tek Eurovisioni, ku Shqipëria përfaqësohet nga Alice Kallaçi me këngën Nan. Në Gjirokastër të rinjt po shfaqin gjithnjë më shumë interes për ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore jo materiale, duke u angazhuar në aktivitete që lidhen me folklorin, artizanatin dhe traditat autentike të zonës. Përmes nismave kulturore dhe punëtorive praktike, ata po mësojnë dhe përcjellin teknika të vjetra artizanale, duke e kthyer traditën në pjesë të jetës moderne dhe në promovimin e vlerave të qytetit historik.
Në qytetin e Gjirokastrës u zhvillua një aktivitet me temë Filli i trashëgimisë, artizanati tradicional, një aktivitet që solli në vëmendje ruajtjen e traditës dhe krijimtarisë artizanale. Ky trajnim u organizua në bashkëpunim me Drejtorinë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore në Gjirokastër dhe synoi të njohtë rinjt me teknika tradicionale të punimit, duke ndërthurur ato me qasje bashkëkohore në dizajn. Drejtoresha e Qendrës Kombëtare për Veprimtari Tradicionale Erilda Selaj u ndal tek rëndësia e ruajtjes dhe promovimit të trashëgimisë jo materiale shpirtërore. Një event që në fakt është një seri punëtorisht trajnuese për sa i përket teknikave të ndryshme, të endjes, të qëndijstarisë, por edhe të thurjes. Dhe artizanati i Gjirokastrit mund të themi që është ndër më të mirët, jo vetëm në vend, por edhe në Ballkan. Dhe teknikat e tyre janë të mrekullueshme të zonjave të Gjirokastrës. Kështu që në këtë kuadër, ky aktivitet synon që këtë traditë të pasur të qytetit dhe këtë artizanat shumë të bukur, t'ja kaloj brezit të ri. Pra synojmë që ne nëpërmjet këtij aktiviteti të trajnojmë vajzat dhe fëmijët gjithashtu të Gjirokastrës se si të trashëgojnë pikërisht të traditë të bukur, pasi nuk është vetëm përcjellje e trashëgimisë kulturore për brezin e ri, por njëkohësisht është dhe diçka që do t'i ndihmojë në të ardhmen e tyre. Pjesë e trajnimit u bën të rinj zonës të apasionuar pas artit dhe kulturës. Aktiviteti mblodhi gjithashtu pjesëmarrës nga diaspora duke krijuar një urë lidhëse mes traditës shqiptare dhe përvojave ndërkombëtare. Personalisht jam shumë e interesuar për traditën në tërësi, duke qenë se dhe mami i merret në veshjet popullore, automatikisht edhe unë qëndroj aty dhe i shoh dhe mundem të mësoj sa më shumë, në mënyrë që dhe unë të trashëgoj atë sado pak. Kam ndihmuar mami në disa punë të vogla, me aq sa kam patur mundësi. Na sot jemi këtu për pjesën katë komuniteteve të Herbresh, sa ku të shpjegarmi vesat katone, sa ku të bëmi të njohmi cilët janë tradicionat që kemi mbatur për 500 vjet. Jemi shumë kontent të jemi këtu. Ky aktivitet vjen si një hap i rëndësishëm drejt përfshirjes së brezit të ri në ruajtjen dhe zhvillimin e identitetit kulturor shqiptar përmes artizanatit dhe modës. Në serat e Karahaxhës, prodhimi i domateve kryhet përmes pjalmimit me blet, një praktikë unike në Shqipëri. Këtë sezon janë mbjell rreth 5 hektar, duke punësuar rreth 40 banor të zonës. Ndërkohë që fermerët vazhdojnë të kërkojnë një qendër grumbullimi, ndërsa një pjesë e prodhimit tashmë shkon për eksport. Serat e domateve në Karahaxh janë ndërtuar nga ish kooperativa bujqësore e Finikit. Pas vitit 1991, ato u privatizuan nga disa familje, duke shpëtuar nga furia e shkatrimit në mas për atë periudhë kohore. Gjatë këtij viti janë mbjellë rreth 5 hektar, kryesisht me domate dhe pak sallator, ndërsa janë punësuar rreth 40 burra e gra banor në njësinë administrative të Finikit. Meqense kushtet këtë vit kanë qenë disi jo dhe shumë të favorshme, megjithatë përpjekjet tona, domethënë në drejtim të prodhimit, të kultivimit, të rendimentit sa më të lartë, kanë qenë domethënë shumë të sforcuara dhe kemi arritur domethënë kemi mbajtur edhe bimën, edhe prodhimin në kushte shumë të mira. Serat e Karahaxhit janë të vetme në vendin tonë që pjalmimin e kryejnë nëpërmjet bletëve. 4-5 vitet e fundit kemi filluar dhe bëjmë gjithë pjalmimin e prodhimit ose të kadreve të para të domates për cilat edhe kushtet e modit janë të disfavorshme për të pjalmuar dhe për të lidhur kokrat e para. Ne fillimisht domethënë përdorim bletët të cilat bëjmë pjalmimin edhe gjithë prodhimi pastaj i mëvonshëm ose pjalmimi i mëvonshëm bëhet qenë se përmirësojnë dhe kushtet e modit bëhet vetëm. Ato janë të llojit roze dhe së shpejti dalin në treg. Nga fundi muajit do dali prodhimi i parë dhe në vazhdim pastaj do ketë gjithë muajin maj deri nga data 15 deri 20 qershor. Fermerët e domates në Karahaxh kanë vite që kërkojnë ndërtimin e një qendre grumbullimit të produkteve bujqësore. Megjithatë, ata prodhimin e tyre shesin jo vetëm në tregun e brendshëm, por një pjesë e konsiderueshme çohet për eksport. Zëdhënësi i Partisë Demokratike, njëkohësisht sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Gjirokastër, Daniel Sino, ka apeluar për pjesëmarrje sa më të madhe të elektoratit shqiptar në demonstratën e sotme që opozita shqiptare mban pasdite në kryeqytet. Është koha që fatet e vendit
t'i marrë në dorë opozita, u shpreh Sino. Ndjekim deklaratën e tij. Të dashur qytetar Gjirokastrit, Partia Demokratike Dega Gjirokastër ju bën thirrje të merrni pjesë në protestën e sotme në orën 19:00 në Tiranë. Çmimet janë rritur në mënyrë të papërballueshme për çdo familje. Shporta ushqimore, nafta, energjia bëhen më të shtrenjta, ndërsa xhepat tanë boshatisen gjithnjë e më shumë. Familjet shqiptare po luftojnë me mbijetesë, ndërkohë çfarë po ndodh? Të rinjt po largohen, Shqipëria po zbrazet, fshatrat janë bosh, qytetet po plaken. Shpresa po shuhet dita ditës. A është kjo Shqipëria që meritojmë? A është kjo e ardhmja që duam për fëmijët tanë? Jo. Të shkojmë sot drejt Tiranës për të ngritur zërin ton për të treguar se ky popull nuk është i dorëzuar, po kërkon dinjitet, drejtësi dhe mundësi për të jetuar në vendin e tyre. Ne kërkojmë uljen e çmimeve dhe mbrojtjen për qytetarët, mbështetje reale për familjet dhe bizneset. Një ekonomi që punon për njerëzit, jo kundër tyre, një të ardhme ku të rinj nuk detyrohen të largohen, zëri i popullit nuk mund të shtypet. Forca e qytetarëve është më e madhe se çdo pushtet. Ju faleminderit. Drejtoria vendore e Policisë Gjirokastër në një njoftim zyrtar ka bërë me dije 3 raste të fundit të evidentuara nga strukturat hetimore në qark. Në Tepelen, specialistët për hetimin e krimeve kanë shpallur në kërkim 49 vjeçarin ESH. Pasi në një banesë të pabanuar në fshatin Veliqot janë gjetur pajisje të ndryshme elektrike dhe sende që përdoren për kultivimin e bimëve narkotike, të cilat dyshohet se i kishte vendosur ky shtetas me qëllim për t'i përdorur për këtë veprimtari kriminale. Pajisjet elektrike dhe sendet u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Punohet për kapjen e 49 vjeçarit. Ndërkohë, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit Policisë Gjirokastër referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin KL, 56 vjeç, pasi u konstatua duke kryer punime ndërtimi pa lejen përkatëse. Specialistët për hetimin e krimeve kibernetike referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin JG, 43 vjeç, banues në Gjirokastër, pasi dyshohet se ka përndjekur dhe ka fyer një 27 vjeçare. Materialet ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Gjirokastër për veprime të mëtejshme. Kurdeti zvendëson kryeqytetin për qetësinë e moshës së tretë. Kjo është historia e 71 vjeçarit Agim Doka, i cili është larguar prej vitesh nga Tirana, duke zgjedhur Sarandën si vendin e qetësisë së tij shpirtërore. Për të, deti ka zvendësuar ritmin e kryeqytetit, duke ju ofruar qetësinë që kërkon mosha e tretë dhe një lidhje të fortë me natyrën. Prej më shumë se 10 vite, 71 vjeçari Agim Doka me origjinë nga Tirana dhe banues në Sarandë vazhdon të ndjek me përkushtim një nga pasionet e tij më të mëdha, atë të peshkimit. Ky aktivitet për të nuk është thjesht një mënyrë për të kaluar kohën, por një pjesë e rëndësishme e jetës së përditshme, të cilën e nisi që në kohën kur ishte emigrant. Edhe pse tashmë në pension, Agimi nuk e ka lënë pas këtë pasion. Ai e konsideron peshkimin si një sport të bukur dhe relaksues, që i jep energji dhe kënaqësi çdo ditë. Sipas tij nuk ka pothuajse asnjë ditë që të mos dalë për të peshkuar, duke e kthyer këtë aktivitet në një rutinë të pandashme. Ka lindur qysh para 10 vjetëve, kur punoja jashtëri, që gjurshim ane, zakonisht ankona gjurim vetëm për njala, se peshku si bite, kapshim zakonisht njala. Shumë edhe, ajo më detyroi më thënë që u mësova, në erdhëm këne që si pensionist, edhe vi kaloj kohën këtu, arkëtohen për shumë, po me thonë drejtën edhe kapim, nga si qepe vetë. Është pasion i bukur peshkimi? Me thonë drejtën, për mu për shumë, që është sporti më i bukur. Pse unë nga e që mirë një qep që gjusha ne për shumë, gjuja dhe në Franca për të qene pani, ka ligje që nuk lejojnë. Edhe kur vite në një që më shqipë, i thosha për sport, që nuk lejon për shumë që ta marrish. Gjushim për shumë, kapshim dhe e hudhë që prapë mrenë në ujë. Si të mësohesh nuk është e vërsiva të tërheq. Edhe është, si të thëmë ty, sporti më i bukur për mu për shumë. Mund ta bëj gjithkush? Qose njëri ka pasion për shumë për këtë, edhe i futet për shumë, mund ta ketë për shumë një ditë, 2 ditë, pastaj i hyrë në qepë edhe nuk e i dorë.
Doka tregon me krenari për llojet e peshqve që arrin të kap, po thekson se për të ky është vetëm një pasion dhe jo një mënyrë për të siguruar të ardhura. Ai nuk merret me tregtimin e peshkut, por e shijon procesin dhe qetësinë që i ofron natyra. Zakonisht këtu i bie koca. Koca i bie dhe është peshku mirë. Ai është peshku më mirë. Se ka dhe peshk tjetër, për shembull mund të bie dhe labrek, po edhe sira, për shembull, po sira është e vështirë se ajo dhe takput. Takput filismajn. Thash, nga pasioni e qevi, po jo që të për të ardhur për tregti për shembull. A patur ditë që nuk keni kapur fare peshk? Po, edhe ka. Edhe ka, nuk është të thonë ajo që do të është për ditë për shembull. Ja unë për shembull isha dje, nuk zura si kokër. Isha par dje, kape e 5 koca. Kupton? Se ka ditë, që edhe nuk kap. Sipas tij, peshkimi zgjon intereset e tek turistët e huaj që vizitojnë zonën. Shpesh ata ndalojnë për ta parë nga afër dhe për ta pyetur mbi mënyrën se si peshkon. Kjo e bën përvojën e tij edhe më të veçantë, duke e kthyer në një figurë interesante për vizitorët që kalojnë në Sarand. Zakonisht edhe në lojë më bëri përshtypje jep me një polak, se zakonisht tu ka dhe gafore shumë. Për në atë momentin, nxora ja 2 gafore, për ishin dha. Nxora ty o të ampanë, i do këto më tha mu jo, i thash, se pështije t'i gatë, ti marron tha meri, i thash. Vinë dhe në lojnë këtu kur na shohin që gjuhemi. Historia e Agim Dokës tregon se pasioni nuk një mosh. Përmes peshkimit ai jo vetëm që ruan lidhje të forta me natyrën, por edhe gjen qetësi, kënaqësi dhe kuptim në përditshmërinë e tij. Për të kjo nuk është thjesht një kohë e lirë e kaluar mirë, por një mënyrë jetese që vazhdon ta mbajë aktiv dhe të përfshirë, duke frymëzuar edhe të tjerët që e shohin. Premiera e komedisë Kërdia ka sjellë një atmosferë të veçantë në skenën e teatrit Zini Sako, me nota humori dhe situata të papritura, shfaqja trajton realitetin e përditshëm në një këndvështrim ndryshe, duke përcjellë mesazhe që prekin publikun. Në skenën e teatrit Zini Sako është ngjitur premiera e komedisë Kërdia, një shfaqje që vjen plot energji dhe ritëm nga trupa e teatrit në regjinë e Shkelzen Berishës. Vepra përcjell një mesazh aktual dhe të afërt me realitetin e sotëm, ndërsa trupa ka dhënë më të mirën në interpretim. Kemi bërë një proces intensiv edhe aktorët kanë qenë gjithmonë të gatshëm të provojnë, të punojnë. Kanë derë djerës, edhe unë mendoj që sot në bazë të reagimeve të publikut, mendoj që kanë arritë atë, si themi ne, qëllimin. Tani e mira nuk ka fund kur, po mendoj që nga publiku morëm përshtypje të mira edhe pas shfaqjes. Jemi munduar së paku të arrim atë që kemi synuar që në fillim. Kjo përvoj do thot që pata këtu si me teatrin e Gjirokastërës, po si edhe me njerëzit, unë do përpiqem ta mbaj pa tjetër, do përpiqem që përmes një zëri që kam unë, sado i vogël që tjetë, që të shoh që mundohemi të bëjmë edhe në një bashkëpunim edhe me teatrot në Kosovë atje, pse jo. Kërdia vjen si një pasqyrë komike jetëve të ujdisura, ku fazata dhe paraqitje jashtme nuk arrin të fshehin të vërtetat njerëzore. Kjo shfaqje flet për brishtësinë që kemi në civilizim, domethënë. Mjafton një konflikt i vogël edhe bum shfaqen ato instiktet më të egra të njeriut. Është një shfaqje shumë e bukur që flet për realitetin tonë. Kjo nuk ka, siç thotë regjizori jon, që nuk është se ka një mesazh të qartë. Kjo nuk është se ka një histori që të çon diku. Kjo shfaqje ka realitet. Për mua personalisht ndoshta nuk është si thua 100% mesazhi i shfaqjes, por ajo që mendoj kur e marr një pjesë, them çfarë do t'i vlej publikut të Gjirokastrës kjo shfaqje. Dhe këtu flasim për 2 fëmijë që janë rrafur me njëri tjetrin dhe prindrit, përfundojnë dhe prindrit si fëmijët. Që do të thotë zanafilla e bullizmit lind nga shtëpia, nga prindrit. Dhe për hir të së vërtetës në shkollat tona ka shumë bullizëm. Dhe publiku duhet vi të shikojë shfaqjen. Dhe nuk është vetëm një shfaqje që ti të vish të argëtohesh, po të drejtosh gishtin nga vetja që do të jemi pak më të mirë dhe jo vetëm të jemi fasad të mirë, po të jemi vërtet të mirë.
me humor, situata të papritura edhe me një ritëm të gjallë, kjo komedi ka arritur të dhurojë një mbrëmje të këndshme për publikun, duke kthyer teatrin në një hapësirë argëtimi dhe reflektimi. Java e 31 e kampionatit e vendos luftëtarin përballë Burrelit, takim që do të zhvillohet në stadiumin Gjirokastra ditën e diel. Pas rikthimit e fitoria një javë më parë, bluzinjtë synojnë 3 pikët e radhës. Përderisa matematika na e lejon, ne do të luftojmë, u shpreh trajneri Neritan Novi. Luftëtari do të presë këtë fundjavë në stadiumin Gjirokastra ekipin e Burrelit. Një përballje e rëndësishme kjo për bluzinjtë të cilët duan të sigurojnë qëndrimin në kategorinë e parë. Trajneri Neritan Novi për mikrofonin e RTS Gjirokastra u shpreh se ekipi është të ngritur moralisht, çka reflektoi edhe ndeshja me Ilirin, ku arriti ta fitonte me rezultatin 2-1. Këtë herë bluzinjve u bashkohet edhe kapiteni Behar Ramadani. Me thënë të drejtën, ekipin e ka marrë një moment shumë të vështirë. Kjo për shkak të rezultateve dhe të gjendjes që ndodhet, ekipi luftari ndodhet në vend të fundit tabelën e klasifikimit. Për ndeshjen e Iliris u përgatitëm gjatë gjithë javës, më shumë nga ana psikologjike. Përderisa ne matematika na mban në lojë, jam munduar tërë javës bashkë me stafin dhe me çunat që ta përgatitim ekipin më shumë nga ana psikologjike. Luftari pavarësisht rezultateve të dobta, kështu kanë nxjerrë ndeshje të mira. Dhe kjo na çonte drejt asaj që ne, ashtu si çerdhi Kavaja dhe na mori fitoren këtu, dhe ne mund ta mbinin fitoren në Fushkruj. Fati tonë ishte që ne nxorëm një gol shumë shpejt dhe ditën ta menaxhonim, dhe goli ditë erdhi shumë shpejt dhe ditën ta menaxhonim shumë mirë lojën në Fushkruj. Të gjitha ndeshjet të vështira janë, normale se s'ka ndeshje të lehta, kemi ndeshje të vështira me Burrelin, dhe ata rrezikojnë ashtu si dhe ne, përderisa ne matematika na lejon që t'i marrim fitoret, themi se do fitojmë edhe këtë ndeshje. Por nuk varet çdo gjë nga ne, varet edhe nga ekipet e tjera, se edhe këto përplasen me njëra tjetrën. Kështu që ne do bëjmë më të mirën. Luftëtari prej kohësh mban vendin e fundit të tabelës së klasifikimit, aktualisht me 25 pikë, duke ndjekur lushnjën me 26 të tilla. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndajmë bashkë, miru takofshim.